Përshëndetje, ditë të mbar, javë të mbar, ju uroj. Ka për qenë s'ka ku shkoj. Ka për qenë sepse ndryshimet që bëhen nga dita e sotme, kemi një ndikim nga njëra anë në ndihmon shumë dhe nga gëzimi më tepër që i tepërtit edhe gëzim që i tepërtit dëmton. Sepse nuk mendon me logjikën, po mendon se kështu është gjithmonë. Ato që do t'ju thosha, miqtë e mi, data 20 tetor formohet ndikimi i Mërkurit me Marsin në Akrep, ku nga njëra anë ky kënd ka shpejtësinë e mendimit, në anën tjetër kërkohet kujdes jo me shpejtësinë e makinës. Kujdes me timonin. Pikërisht këtë ditë, dhe kjo do të thotë veçanërisht nga grindje dhe tensionet keni kujdes. Nga puna, dakord, ose mund pini pak më tepër nga një gëzim që do të keni, duhet kujdes i madh në këtë aspekt. Më vëmendje do të kenë Demi, Luani, Akrepët, Ujori i fundit të ditës së dytë, fillimi i ditës së tretë. Ose ata që kanë diellin ose ascendenten, e cila është afër gradës 19, të shenjat më sipërme. Prandaj ju them se kemi disa ditë tani. Kjo javë do ketë domethënë të mirat dhe të vështirësitë e veta, por nga njëra anë është edhe gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë dhe kërkohet vëmendje. Më mirë të jemi të vëmendshëm që të dalim të fituar nesër, sepse kuptojeni kaq. Duhet pasur kujdes në lidhje me shëndetin, sepse nuk ka mjete, nuk ka robi njeriu pjesë këmbimi, nëse prishet një dhe ta blej. Prandaj keni kujdes. Unë ma them, robi nuk ka pjesë këmbimi për të zëvendësuar. Flasim originalet. Prandaj duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Nga ana tjetër, duhet të përgatiteni për sa i përket kur keni probleme madhore në fushën e ekonomisë ose disa gjëra që nuk jeni munduar shumë për të bërë diçka, po se keni arritur, dhe kjo bën që me kalimin e kohës gjërat të ndodhin ndryshe, mundoheni shumë, po kjo javë është java që të ndikon në atë që do të bësh, dhe thot po ec përpara, po tu kufizohu pak. Pra gjërat janë në vazhdimsi që mund të keni një jetësi në kohë, pastaj nëse keni kujdes sot. Sot, nesër, pas nesër, këto ditë që mund kemi, sepse kemi dhe disa aspekte planetare. Por pas të fillojmë me parashkrimin e 12 shenjave zodiakale, unë nuk kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për parashkrim të detajuar dhe doni që të dini gjithçka mbi parashikimet, atëherë kemi astrologu.al, kemi këtë faqen këtu. Nëse doni gjithashtu që juve të merrni ose të dërgoni disa gjëra që juve keni vetë në dorë, e shikoni, hidhni një sy atje keni çdo lloj pakete. Nga çdo lloj pakete që juve ju intereson mbi parashikimet personale, individuale, jo se ka të bëjë diçka që nuk shkon, ose diçka që mund të keni pasur në anën tuaj, ose një çështje ligjore, në një biznes, ose për të shitur diçka, nëse keni ndërmend, e keni të gjitha paketat atje, në lidhje me çështjet e punës edhe gjërave që mund të ndikojë dhe për afërsisht për juve i blini paketën, gjëra që doni, ose vjetore, ose mujore, ose, edhe pastaj jeni gati për gjithçka juve ju intereson, dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Por juve që doni që në kohën që neve bëjmë parashikimet dhe mundësit, kur bëjmë tema të rëndësishme, kur kemi juve na ndiqni në live, kur jemi live në YouTube, pyetje përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni, dhe pastaj jeni gati për të marrë përgjigjen drejt për së drejti. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjen e parë, që shenja e dashit. Një javë të mbar, ditë të mbar ju uroj, dhe ka për qenë, dhe parashikimin e ditës dhe gjëra që doni të bëni i keni këtu. Po shikoni, atje është parashikimi javor, që mund ta klikoni dhe të shikoni. Duke pasur parasysh
çështjet e punës suaj, sepse lidhet shumë me punën. Është një moment mjaft i mirë se gjërat janë ndryshe nga që prisni, është kohë shumë pozitive, madje ideale, për sa i përket ndryshimeve që do të kenë tani tutje, por kujdesi duhet që thash për këtë ditë jo të nxitoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me britsjap dhe me peshore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Periudhë shenjës së demit të duket se keni një periudhë mjaft të mirë, keni një periudhë që gjërat do të ndikohen mjaft mirë në anën tuaj, në pozicionimin e planeteve, duke pasur parasysh edhe periudha, edhe koha që është në favorin tuaj, është diçka shumë e mirë edhe tepër pozitive, sepse do të zgjidhni shumë probleme në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj dhe momentet që do të keni. Që shenjës së demit zakonisht din shumë mirë se ku do të shkojnë dhe çfarë do të bëjnë, por në njëra anë kanë dhe disa takime mbasdite, që është një mbasdite e mbarë për sa i përket punës së tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Luan dhe me Akret duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët, me qese binjakët tani e tutje, kanë mundësinë, momentin dhe kohën e duhur për zgjidhur probleme, për zgjidhur çështje, për zgjidhur lidhje me karrierën sidomos, është një mundësi shumë e mirë tani dhe periudha kur ndodhin fenomenet është ideale sepse keni mundësinë dhe mund të zgjidhni gjëra siç doni juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës. Do të thotë shenja e Gafores. Periudhë shenjës së Gafores, meqenëse se ka të bëjnë me punën dhe me karrierën në këtë periudhë, por Gaforet kanë pasur mjaft gjëra të lëna pezur, por edhe ndryshimin dhe kohën e duhur që ata e kanë, është momenti juaj për punën dhe stabilizimin. Një javë të mbarë dhe ditë të mbarë ju uroj. Lidhjet me dashurinë janë me peshk dhe me shiketarët e diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Luanit. Përsa përket Luanëve, Luanët duket se tani është një mundësi që gjërat do të jenë anën tuaj, duke pasur parasysh edhe punën, por dhe ndikimin e karrierës, lidhet shumë me karrierën tuaj, anën ekonomike financiare, por do ta zgjidhni pikërisht tani. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjak dhe me shiketar janë të mbara, edhe pse me disa problematika të vogla, por do t'i zgjidhni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Vishë dashura, unë juroj më të mirën e mundshme dhe një ditë të mbarë dhe javë të mbarë. Ka për të qenë, sido që t'jenë gjëra, sido që t'vinë çështjet nga njëra anë dhe mundësi dhe momenti më i mirë i mundshëm, kur shkoha e duhur mbi stabilizimin dhe kohën dhe konkretizimin e punës suaj të karrierës suaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me binjak janë të mbara, pak vëmendje do të bëni me Ujor të Dhjediçit të tretë, sepse është diçka pozitive, por gjithsesi kjo periudhë është periudha që do të ndikoheni shumë dhe do të diktoni gjërat që do të arrijet puna, karriera, ndryshimet, marrë mundësi të mira që do të kenë tani tutje, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Britsjap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Peshores. Për peshoret, në fakt, peshoret tani për tani janë në fakt në dilemë se a duhet të ndryshojnë punë apo jo. Unë ju them pse jo. Mund të ndryshojnë sepse kjo javë është javë ndryshimesh, është javë, nuk është javë pretendimesh, por ndryshimesh është, ndryshimet mund të keni dhe mundësitë janë të mira për zgjidhur problematikat që juve keni. Por gjithsesi, kjo është periudhë mjaft e mirë dhe tepër stabile në ekonomi dhe në gjërat e tjera që juve do të keni mundësinë për t'i zgjidhur një herë e mirë problematikat që mund keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe Ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani për tani është një mundësi që vërtet keni zgjidhje në problematika të ndryshme, vërtet keni mundësinë e arritjeve dhe të suksesit të punës dhe të ndryshimeve të tjera. Është momenti më i mirë i mundshëm tani sepse edhe kjo periudhë ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin
dhe çështjeve të tjera, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por është koha më e mirë e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me ujor janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani për tani luajnë role shumë të rëndësishme, luajnë role për punën, por dhe për karrierën, sepse tani për tani karriera është ajo që do të ndryshoni shumë gjëra, do t'ja arrini në punën tuaj, në karrierën tuaj. Është një mundësi shumë e mirë për sa i përket marrjeve vendime të rëndësishme në ndryshimin që do të keni, në mundësitë që do t'ju jepen, mundësitë, se vinë, nuk është se ka një gjë që nuk shkon ose një gjë problematike. Por për çështje që lidhen me juve të shenjës së shigjetarit, sepse do të jetë një javë kërkuese për juve, por është mundësia më e mirë mundshme për t'i zgjidhur çështjet nga fillimi dhe të arrini majat aty ku juve pretendoni. Dhe kjo është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricapit. Për sa i përket bricapit duket se tani për tani është në vendin e vet, në mundësinë e vet, në kohën e vet, për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime që ato pretendojnë dhe kanë, por është një mundësi shumë e mirë tani sepse lidhjet afatgjatë, momentet edhe punën, karrierën dhe ndryshimet që juve i keni, sido që të jenë gjërat, ngado që ta përdrevim, domethënë që është një moment shumë i mirë, është një moment që vërtet ka të bëjnë me punën, vërtet ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, kurse në çështjet shpirtërore lidhjet që kanë të bëjnë me akrep apo me binjak janë të mbara, edhe pse me disa problematika të vogla që keni pasur me Luanin, por kjo nuk do të thotë se nuk zgjidhet. E zgjidhni që ç'kemi atë, është momenti juaj më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, meqense ujorët duket se tani për tani nuk duket problem, një javë të mbar, ditë të mbar ju uroj, ka për qenë e mbar në lidhje me takimet e punës, në lidhje me shumë ndryshime që do të keni dhe kohën e duhur për marrje vendimesh të rëndësishme, por njëkohësisht është edhe momenti i duhur tani në këtë periudhë ku gjërat do jenë në favorin tuaj, gjërat do jenë mjaft pozitive, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur ca çështje që të tjerët mund flisin çfarë të duan, por në anën tjetër për juve ka qenë edhe koha më e mira ose më pozitivja e ndryshimeve dhe e periudhës, por ujorët dinë se kanë të bëjnë me ekonomin, kanë të bëjnë me stabilizimin, kanë të bëjnë dhe me mundësinë e artë ekonomiko-financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me binjak duken të mbara. Një vëmendje do të bëni me luantë dhe diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës. Shkojmë tek një shenjë shumë interesante, por në anën tjetër kanë momentin e duhur për zgjidhjet e problematikave, të zgjidhjet e punës ose gjërave të tjera, që do thotë shenja e peshqeve. Ditë të mbar, javë të mbar ju uroj peshq të dashur, ka për qenë e mbar sepse me zgjidhjen e një problemi që keni pasur para disa kohëve, një problem që lidheshe me bankat, lidheshe me çështjet madhore financiare, por vjen një moment tani që është më i miri i mundshëm dhe koha ka treguar që juve i keni mundësitë, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur ndryshime në këtë drejtim, është një moment mjaft i mirë pozitiv në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me gafore duken të mbara, pak vëmendje me peshorët edhe diçit të dytë, por dhe me bricapët edhe diçit parë kërkohet vëmendje. Këto ishin pak a shumë miqtë mi për sa përket pikërisht datës 20 tetor të 2021. Por para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astroko.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka ju intereson rreth parashikimeve apo gjithçka juve doni, i keni atje, e klikoni, e shikoni dhe pastaj bëni zgjidhjen e duhur dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Jetë mirat.